u ndërtua si një prej urave më inovatore në të gjithë Ballkanin, një urë me beton të armuar siç quhej në vitet 1927-1929. Sot njihet si ura e mbretit zog mbi lumin mat dhe ishte në kohën e ndërtimit të saj një prej veprave më të rëndësishme inxhinierike në gjithë Ballkanin. U projektua nga inxhinier gjerman nga Stuttgarti, Merz, dhe u zbatua nga një prej inxhinierëve të parë dhe më talentuar të urave në Shqipëri, Giovalin Gjadri. Ndërtimi i saj u krye nga një kompani italiane nga Torino dhe mori 2 vjet. Ura ka 5 harqe të mëdha, çudia e madhe e saj është që në fillim dhe në fund mungojnë 2 harqe. Ka 2 dilema për të. Një dilemë thotë që nuk u ndërtua sepse nuk ishte nevojë, pra po themi një version i dytë thotë që parat e parashikuara për urën mbaruan dhe harku i fundit nuk u krye, ky këtu, që prej shumë rreth 3 vitesh është në gjendje teje të degraduar dhe në këmbën, në harkun e parë, midis harkut parë dhe dytë, është ndërtuar një përforcim për ta mbajtur në këmbë. Nuk është funksionale prej kohësh, me ndërtimin e urës së re që të çon në drejtim të Burrelit nga ana tjetër, por mbetet një prej monumenteve më të rëndësishme inxhinierike shqiptare, vepra e parë madhore e atyre që quhen punë publike të ndërtuara në Shqipëri në vitet 1927-1929, thuajse 100 vjet më parë.